Në Kosovë do të më uqil bastorët edhe kazinot. Allah këta kine asë janë këtu, hubjove dhije. Shumë prej neve lujna bastore. Krejt e dim që në Kosovë luhet shumë bastore dhe kazino. Këto, po më duket veç shteti nuk është e po se sa luhet kumër. E sa tatimi hupet gjithashtu. Anashta veç për i konvenan që ashtu. Qëre, gjdo vendim i marrën me populizëm, veç humbje bjen. Shembulli më i mirë kësaj pune është mbyllja e bastoreve dhe kazinove në Kosovë. Se vapi ma... Nuk mundesh me ecë 30 metra pa e gjetë një kafeteri ose një njeri që ta shtyp një etiket. Me 5, me 10, me 20. Bile një herë patalun një etiket me 50 euro. Tani ma bëjshin pse ofis shkuve me trener kanë mramit maturës. Edhe kjo punë e lehtë është bre. Na si popull lujna bastore dhe na koxhe marakli. Ç'çto në po t'i kallzoj 3 sene që mund me ndodh nëse çelën bastorët edhe kazinot në Kosovë. E para, shteti mbledh tatimin, shteti mbledh keshin. I gotta do it, man. Qëre, për momentin njerëz Kosovë lujnë shumë bastore. So lujnë që tash nuk besoj që kishin mujt me lujt edhe nëse bastorët ishin kanë qel. Amo, nëse ishin kanë qel, bile shteti kish përfitu prej kësaj pune dhe kish pas një far database, një far kontrolle se sa i madh është ky biznes. 100 milion euro, do fokusohemi aty. Kush po lun, tek po lun. Do me thonë, me rëndësi është kontrolla mbi këtë biznes. Sani dy që kish ndodhur është kufizimi i moshës. Nëse bastorët ishin kanë qelta, nuk ishin mujt me lujt pa i pas 18 vjet, për shembull, ose pa u paraqit me litë të lehtë. Qysh është për momentin, edhe beba ndjep ta shtyp Juventusin prej X-in dësh edhe djegët. Se ku e di beba që Juventusi s'del kur. Ama për momentin nuk ka ndaj far kontrolle se kush lun edhe çysh lun. Se kishe shteti nuk e dinte kush lujn ose çysh lujn, edhe pse na krejt e dina. Edhe sa një tretë edhe shumë i rëndësishëm për këtë pjesë është. Njerëz po shkojnë jashtë Kosovës me lu kazino. Shkoj shumë vllona kështu. Grunin e blejnë në Serbi, ku më shkojnë me lu janë Shkopja në Tiranë. Marak me çit porën jashtë shtetit. Do me thonë, e çele se çele, kazino në Kosovë, Kosovort apet pas kanë me gjetë një vend me lu kumor. Se mos me lu çito. Nashta të vjet jackpotin Kosovë egzosh. Wisnik, funk, krank, Normal. krank. Edhe për fund. Unë s'po them me çel kanë një bastore, kanë një kazinë në çdo mahall, se është te prune që shkon këtu nga shkollave nga cena. Po e bën në një vend caktuar. Për shembull, një kazino të mirë me një hotel të mirë, a vjen aty pak si zotni me shku. Vjen jo. Edhe bastorët tani mund na me çel ku dush. Për shembull, unë kam një cian do. Jo, sian se harrova, vjen sian. Po edhe pak sian. Amo nuk i kontrollon kërkosh. Mirë, po çështo çysh është nuk bën. Se dhëna ato lu shumë, edhe s'pedina ku janë të shkuç ato pore. Tash ti na ja bodollja dikujt na ti konvenu shumë ç'kjo puna. Ciao.